Unë shpresoj që ta përkthejmë në diçka pozitive. Është e vështirë sot të japësh dorën dhe të komunikosh me një socialist të thekur? Jo, përkundra, unë kam parë dhe atje njerëz cilët jo domosdoshmërisht duan të qëndrojnë vijës së tyre politike, janë të zhgënjur nga politika dhe mua më gëzon ky fakt që shqiptarët nuk janë domosdoshmërisht të vendosur në një lindje i qëndrojnë asaj. Kur ata shohin element që i bëjnë ata të largohen nga një parti që nuk i përfaqëson më, kjo vetëm e lartëson një qytetar dhe në fund të ditës ne nuk duhet të identifikohemi vetëm nga flamuri partijak. Ka gjëra që na shqetësojnë si socialistët ashtu dhe demokratët dhe ndoshta për ta konkretizuar si shembull, kur shkojmë në spital nuk ka rëndësi jemi demokrat apo socialist, të gjitha palët kërkojnë që të marrin shërbimin e merituar dhe kështu duhet jetë. Patyshim që në një moment, sidomos të një përballje të fortë siç është faza e muajit të fundit, goditen në të gjitha rastet shefat e ekzekutivit. Do të thënë Partia Socialiste tani më e ka atë dogmën e vet të gjitha fajet i Kasaliu, ndërsa Partia Demokratike mundohet që të bëjë një profil të kryeministrit shumë të fuqishëm, por njëkohësisht me shumë name e ngjarje, siç është Rama, në arkun e këtyre 12 vjetëve që në të gjitha vendet e botës mund të ishin konsideruar mjaft dhe tepër amerikanët Kryeministri ka shumë profile dhe ai nuk është kursyer për të na shpalosur këto profile, por ndoshta çfarë do të kisha dashur unë të vija në vëmendje të publikut është kërkesa për mandatin e 4-të. Dhe nëse bëjmë një matematikë të thjeshtë, një fëmijë 2 vjeçar që ka nisur mandatin e parë të kryeministrit Rama dhe përfundon në mandatin e 4-të si një votues për herë të parë, do të thotë që ai është 18 vjeç dhe në këto 18 vite ai ka parë vetëm një figurë politike qeverise në vendin e tij. Pra nuk është ofruar kur mundësia e një alternative tjetër politike. Mendoj që kjo do të ishte dramatike për vendin. Ndaj sot vendi më shumë se kur ka nevojë për rotacion dhe profilet, sikur se thash, kryeministri i ka shpalosur, ka pasur kohë mjaftueshme për t'i shpalosur dhe nëse shqiptarët nuk janë bindur ende, unë do ta quaja dramatike një mandat 4 të kryeministrit Rama, sepse nuk e di nëse mund ta them si shembull, por është një qeverisje e krahasueshme me do thosha me ujë të ndenjur i cili nuk mund të pihet më. Duket që ti nuk je